Pas i bar, jeta vazhdon normalisht. Vetëm Shqipëri, një fjale vetme, thuese e panjohur dhe teknikisht asnjëherë shpjeguar plotësisht mund të bëjë kaq zhurmë për 4 muaj rresht. Por ja, që ky raport i cili u tha se ishte rrëzuar, se ishte bllokuar nga 8 vende apo 9 vende të BE-s, kaloi. Kaloi dhe testi i vështirë dhe delikat, ai i drejtësisë. Ndërkohë sot në Bruksel u hap zyrtarisht një raund i ri negociatash që dhe ai është i vështirë. Pronat, një gangren që vërtet u shkaktua nga vitet e komunizmit, por që u infektua thuajse pa shërim këto 35 vjet, me nisma ligjore kriminale si ligji 7501 apo legalizimet. Rama thotë se reforma kadastrit do ta zgjidhte situatë, por duket thuajse e pamundur. Kaluam nga reforma komuniste, ku toka i takonte atij që e punonte, te 7501-shi, toka nuk i takon atij që është pronar, te legalizimet, ose thënë ndryshe, toka i takon atij që e zë i pari. Sigurisht fajtor për këto janë të gjithë politikanët e këtyre 35 viteve, por nëse ka një kryepërgjegjës, ai ri sot në zyrën e tij të përjetshme Selim Blu. Sali Berisha i gjeti letër të bardhë Shqipërinë në vitin 1992, por në vend që të vizatonte një projekt të bukur dhe me perspektivë zhvillimi, e shtoroi vendin në një fshat kaotik me pronar fals, me gjykatës fals, me ekonomi piramidash. Por nuk është ky problemi vetëm i Sali Berishës. Ai u kthye ndërkohë në sponsorin më të rrezikshëm ndaj të ardhmes europiane të Shqipërisë. Firma e tij politike gjendet poshtë dy momenteve kyç të dështimit të integrimit, vitit 96 dhe vitit 2019. Në këto dy momente historike, një herë në pushtet dhe një herë në opozitë, Sali Berisha hodhi në erë procesin e integrimit. I ngjashëm ishte edhe rasti i Barit, kur dhe element të moderuar të Partisë Demokratike u shndërruan në radikalistë të egër, në zgjedhjen dhe egon e smur të një plaku që nuk bindet dot, se koha e tij ka mbaruar. Por megjithse i Bar kaloi, nuk mund thuash se dëmi nuk është bërë. Vendi ka probleme serioze, edhe reforma në drejtësi ylli polar i integrimit duket se ka humbur shkëlqimin e saj. Majoranca pas 14 vjetësh ka humbur gjithashtu rolin e engjëllit dhe ende ndonjëherë për humbur në purgatorin e mëkateve të saj dhe luhatjeve të humorit të bashkimit për çështjen e integrimit. Dhe kur këto dy humore negative bashkohen, siç është në rastin gjerman, produkti që del është dëshpërues. Kancelari Merz tani thotë se integrimi i Ballkanit perëndimor nuk është më shumë prioritet se sa i Ukrainës apo Moldavisë. Në thelb, ai nuk dëshiron as integrimin e tyre, por ka hallin e zgjedhjeve që me siguri i humb, ashtu siç rrezikon të humbë edhe Macron. Dhe sigurisht, nëse spaku, Malizia dhe Shqipëria nuk antarësohen në BE në 2-3 vitet e ardhshme, ky do të ishte shgënjimi më i madh i miliona ballkanasve të një brezi të tërë. Dhe nuk di nëse më pas do të kishte vlerë të bëjë gjyqi nëse fajtorët janë në Tiranë, Podgoricë apo Bruksel. Pasi në një rast të tillë nuk jam shumë i sigurt gjithashtu se kush fiton dhe kush humbet më shumë. Për këto do flasim sonte. Sigla.